Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa sallam tasliman kathira. Allahun Jalla wa ala falenderojmë, vetëm për ti ndihmë në falje kërkojmë. Lutim Allahun Jalla Jalalu që na mëson atë që na bën dobi, e na bën dobi me atë që na ka mësuar, na udhëzon në rrugën e drejtë, e na bën nga ata që të tjerë të udhëzohen përmes neve, e gjejnë rrugën e Zotit tyne dhe na bashkon së bashku me gjithë besimtarët në xhennet. Nderuar vëllezër, jemi sot në këtë takim. Lutim Allahun xhallahu ala që të bën të dobishëm, të fritshëm, dhe sikur që jeni informuar, do të trajtojmë një temë të rëndësishme e cila ka të bëjë me një aspekt shumë të rëndësishëm të plotësimit dhe të formimit të çdo besimtari i cili dëshiron që të jetë aktiv, të jetë kontributës në fushën e përhapjes, në fushën e thirrjes dhe kthimit njerëzve tek Allahu te bareka ve teala. Në esencë, të ndërruar vëllezër, për të qenë një thirrës, për të qenë një besimtar që kontribon, nuk duhet me bën një hap të posaçëm në jetë. Për faktin se çdo besimtar i cili beson Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, adhuron Allahun xhalla xhelaluhu, shpreson takimin me të, shpreson xhenetin e Allahut azza xhel, ndjek rrugën e pejgamberit alayhi salatu wasallam, ai me automatizëm shndrohet në kontributës. Nuk mund të jetë ndryshe. Për shkak se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë bellighu anni walau aya. Përcjellni nga unë qoftë edhe një ajet. Prandaj përcjellja e fesë është çështje domosdoshme. Pastaj, në çfarë nivele përcjell, çfarë tema përcjell, kujtja përcjell, kjo çështje është ndryshe. Mirë po vetveti çdo besimtar shndrohet domosdoshmërisht në një kontribut dënës në këtë aspekt. Së paku në raport me familjen e tij. Allahu ka thënë në Kur'an: "Ku anfusakum wa ahlikum nara." Ruajini veten e juaj dhe familjet e juaj nga zjarri i xhenemit. E Aliu radiallahu ta'ala në kërë ka komentu, ka thënë, allimuhum o edibuhum. Do në me i rujt antarët e familjes nga zjarri i xhenemit në kupton me i mësu. Do në është aktivitet. Me i eduku është aktivitet. Do në ti domosdoshmërisht në çdo proces të jetës tënde që kalon, realisht ti ngritesh si një lloj aktivisti i zellshëm, aktiv në përhapjen e mësimeve. Andaj nuk duhet me nda besimtarët ky aktivist e ky nuk është aktivist. Nëse kjo ndarje nuk paramendohet. Çdo besimtar është aktivist. Pastaj thash, mënyra e aktivitetit, niveli, hapësira, kjo është çështje që diskutohet. Mirë, po çdo besimtar është aktivist. Është aktivist edhe me gjuhën e tij e shumë më tepër me sjelljet e tij. Madje nganjëherë mund të bëhen 10 aktivista me gjuhë e me shpërnda materiale ndryshme, por mjafton një tjetër me një aktivitet destruktiv, realisht me ndiku në të kundërtën. Madje edhe kundërta. Mund të jetë një organizim çfarë do qoftë me 10 pjesëmarrës që dalin, shpërndajnë, flasin, mirë po një besimtar i suksesshëm në fushën e tij profesionale, i cili realisht është besimtar i devotshëm, mund të jetë një aktivist i heshtër, shumë më fuqishëm se të tjerë që janë të zëshëm dhe janë në lëvizje. Dua të them që besimtari në çdo aspekt është aktivist. Dhe duhesh ta përjetosh kështu gjendjen dhe sjelljen tënde. Domethënë, çdo lëvizje jote është aktivitet. E tash ky aktivitet ai shërben direkt kuptimit të drejtë të fesë që njerëz me dashur Allahun dhe pejgamberin e son, kjo është përgjegjësia e çdo kujt prej neve. Mirë po, që ky aktivitet mos të jetë, domethënë, i zakonshëm, mos të jetë i kufizuar, por të jetë më i organizuar, që të jetë më i planifikuar, atëherë ky, po më dhej, besimtar aktiv me automatizëm, ta shëndrohet një aktivist edhe të organizuar, pjesë e projekteve edhe pjesë e punëve caktuara, që realisht tash kanë edhe plan, kanë organizim qysh me i shpërnda kuptimet e duhura tek njerëzit. E për që një aktivist tash pak më i strukturuar, më i formuar, patjetër se i duhen mjetet e duhura. I duhen aspekte caktuara që
duhet jetë i formuar në ato që këto aspekte i ndihmojnë në aktivitetet e tij. Të ndërozë nuk mjafton me qenë njëri për shembull besimtar aktiv i zellshëm, veç pse ai ka qef, veç pse ai don, veç pse për shembull i dhan situata e popullit të tij, dhe nga dhëmshëria, nga emocionet, nga euforia, ai vihet në lëvizje. Jo, euforia mund të jetë shkëndiza lëvizëse, por jo forca organizative. Në momentin kur euforia bëhet forcë organizative, atëherë më shumë dëmton se që bën dobi. Forca organizative dhe lëvizja aktive në jetësimin e aktiviteteve bëhen mbi bazën e dijes, veç njohurive që i ka shpall Allahu Azza wa Jall dhe ne i ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E kurimi tek dituria, atë dituria, sikur që e dini, nuk është vetëm një tërësi informatash, por diçka shumë më tepër se kaq. Për këtë arsye, në bazë të kësaj rrije dhe dal ngadalë, unë po du me hy në temën tonë që ka të bëjë me këtë seminar sot. Kur jemi të dija dhe shpërndarja e dijes dhe pjesëmarrja aktive në shpërndarjen e dijes, atëherë thash kjo dije nuk është një tërësi informatash, nuk është kulturë e përgjithshme, nuk është shkollë e kryer, por është devotshmëri, është adhurim, është afrim tek Allahu te bareke ve teala. Në sikurse ka thënë dietarët, el ilmu khashya. Frika ndaj Allahut është dituria. Prandaj, do të flasim për një aspekt të rëndësishëm që i duhet në mas të madhe çdo njeriu që është aktiv, pavarësisht aktivist, domethënë i zakonshëm i rëndomt apo i organizuar dhe i ngritur në nivele pak më të larta se me qenë një aktivist i rëndomt apo i zakonshëm. Të nderuar vëllezër, nganjëherë nga problemet që shfaqen në rrugën e aktiviteteve pjesëmarrjen punë të mira është se njeriu duke u marrë me aktivitete dal ngadal e harron vetveten. Dhe kjo nuk është situatë e rrallë, është situatë e shpeshtë. E gjen njeriu kur nuk ka qenë aktiv shumë në raport me, për shembull, të tjerët, nuk ka qenë pjesëmarrës i shumë projekteve, ka qenë, për shembull, shumë më i përkushtuar në marrjen e dijes, pjesëmarrës në ligjërata, devotshmëri, namaz me xhamat, agjerim, lexim Kurani e kështu me radhë. Momentin kur ka filluar me qenë aktiv pjesë e projekteve të caktuara, ka filluar kjo të zbehet. Dhe në fillim kjo zbehje ka qenë pak shqetësuese për të. Çish më ia bo, a më vazhdu, a më kthy ku jam kone kështu me radhë, dhe këtë konflikt shpejt e ka tejkalu me bindjen se unë po bëj hajër, njerëz po përfitojnë, unë do të bëj, dhe e ka arsyetuar domosdoshmë me një aspekt zbehjen e devotshmërisë dhe harrimin e vetvetes. Monen men, nuk ka askush në jetë më i rëndësishëm se ti. Nëse këtë dunja e shpëton, e ti humb kur gjë s'ke bërë. Këtë dunjaja në xhenet me shku, ti në xhenem kur s'ke bërë. Nga se çdo kush është përgjegjës për vetën e tij. Çdo kush është përgjegjës për veten e tij. Dhe këtë u ka thënë qartë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditë të poratires, kur i ka ftu apo o bit e filonit, o bit e filonit, o bit e filonit, la ugni ankum min Allahi shay'a. Unë të Allahu së kry punë. Ja Fatima të binte Muhammed, o Fatima bia Muhammedit, revet i gati së unë të Allahu së të rry korgja. Në ka kry qështë në fillimisht në aspektin individuali. Prandaj, çdo aktivitet, çdo përpjekje, fillimisht është individuale, pastaj ka me qenë kolektive. Nëse na për shembull ndërtojmë individ, të cilët ka me qenë dobishëm për kolektivitetin, e ata pastaj duke punuar për kolektivitetin, apo e harrojnë vetveten, na jemi kthyer në pikën 0. Prandaj nuk na duhet individi i cili punon shumë, ama ai për veti, domethënë, ka filluar të zbehet në devotshmëri, ka filluar të zbehet në punë mira, për faktin se ai duhet me shpëtuar para. Dhe e dyta të ndërvozër, nuk ka mundësi me qu gjatë ky njeri në rrugën e aktivitetit që duhet, nëse fillon të zbehet realisht fuqia, fillon të zbehet arsyeshmëria e veprimit, fillon të zbehet edhe qiltërsia e qëllimit, pse realisht ai këto punë po i bën atë. Andaj të ndërvozër, nuk duhet asnjëherë që për hir të pjesëmarrjes ku do qoftë njëri me harru vetveten ato. Me harru vetveten, me harru aktivitetin e tij. Përkundazi,
pjesëmarrja në aktivitet duhet të jetë edhe një motiv shtesë që të na shtohet devotshmëria dhe adhurimi. Prandaj ne po flasim për një aspekt të rëndësishëm që duhet të jetë gjithmonë pjesë përbërëse e formimit të çdo thirrësi, të çdo aktivisti, edhe jo në zbeje, po në shtim e sipër, pavarësisht sa shtohen aktivitetet e angazhimet ditore të tij. Për me pas hala më qartë çka po flas, na e dim që adhurimi është, na dim se adhurimi është qëllimi i krijimit. Allahu xhallahu na ka krijuar që të jemi adhurues. Allahu xhallahu ta adhurojmë. Domthon Allahu kur thot në Kur'an: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Gjinët dhe njerëzit nuk i kam krijuar për tjetër, po që të më adhurojnë. Kur Allahu thot kështu, ky adhurim të ndërlozën, çfarë kuptimi ka e para? Dhe e dyta, a arsyetohet njeriu që duke u marrë me mjetin të shmangë qëllimit? Pra, thirrja e njerëzve është mjet. Mi thirr njerëz në Allahut, me shpërnda të tushka, aktivitet caktuara. Kjo çka është në aspektin e gjykimit, është mjet. Një nga mjetet. A është mjeti vetëm? Nuk është. Ka mjetet shumëta që na njerëzit i ftojmë në rrugën e Allahut te barekutaala. Ka mjetet shumëta që na njerëzit i thirrun që t'i kthehen Zotit, lënë mëkatet, punë të këqija, rrugë të këqija. Apo ka mjetet shumëta. Një nga mjetet është për shembull me shpërnda material të caktuar. Një nga mjetet është seminar, një nga mjetet atë. Qëllimi ku është? Me nxjerr njerëzit nga errësirat në dritë, nga adhurimi i jepsheve, nga adhurimi i njerëzve, krijesave në adhurimin e Allahut azza wa jall. Prandaj qëllimi është që ky. E çfarë kuptimi ka njerëz me çu ka qëllimi, e ti me mete të mjetet atë. S'ka kuptim atë. Kjo është e para. E dyta, në kontekst të temës që po flasim, të ndrozëm, thash, adhurimi është domosdoshmë qëllimi i çdo besimtari, dhe aktiviteti është qëllimi i çdo besimtari. Por duke shkuar tash në ngritje sipër, ne flasim për një formë të veçantë të adhurimit, për një sasi të shtuar të adhurimit, që realisht e kërkon sasia e shtuar e aktiviteteve. Apo kuptoni? Domthon, na po flasim për adhurim, jo për me e menaxhu adhurimin e situatës para prakë kur ke qenë aktivist, domethënë me automatizëm. Jo. Por me kur ke dashur me kon pak më aktiv, pak më prezant në projektet e harit, apo me shtimin e kësaj ne konsumisht e domosdoshme të shtohet adhurimi. Patjetër. Domthon është e pa negociueshme, është niveli i adhurimit që e ke pas më herët është i pa negociueshëm. Por po flasim tash për nivelin e caktuar të pamjaftueshëm për me vazhdu tutje në adhurime. Andaj kërkohet që aktivisti, apo po quaj aktivist, pa keq kuptime, se është aktiv në fushën e thirrjes, apo se gjithë jemi ne aktiv dhe jemi thirrës gjithkush nga pozicioni, nga niveli, nga përgjegjësia që e ka. E pa kërkuar është që një lidhje e posaçme me Allahun te barekutaala, një shtim i veçantë i adhurimeve. Në veçantë, për shembull të kujdeset për farzet, kjo është e pakontestueshme, largimin nga haramet, dhe pastaj një kujdes më i veçantë për nafilet, sikurse namazi natës, leximi i Kuranit, pastaj dhikri, përmendja e Allahut azza wa jall, e kështu me radhë nga ibadete e veçanta që i kanë veçuar dietarët kur kanë folur për ata që dallojnë nga të tjerët. Ata që dallojnë nga të tjerët. Prandaj ti dallon me aktivitet, duhesh me dalluar edhe me adhurim. Që kjo është domthon ajo e kërkuara. Nëse për shembull aktiviteti yt është shenja e vetme identifikuese dhe me të mjaftosh, e këtu ka filluar tash rënje. Veç prit të kur kimu zbej ose kime deviju. Për faktin se shenja identifikuese e çdo aktivisti, çdo thirrësi të vëllezër nuk është sasia e aktiviteteve, po është forca suportuese e këtij aktiviteti që është adhurimi ndaj Allahut te barekutaala. Nëse s'ka forcë suportuese, apo shpejt e lën. Nuk mund të më qëndruar atë.
gjitha, si kështë kanë përmend, aktivitetet e rënda dhe peshën e madhe të përgjësisë që ka pas pejgamberi s.a.s. me çka ka menaxhu? Me oratori? Me shumë njerëz? Ja, pëta. Me natë. U këthi natën e i ka në Aishës radiallahu anha, amlen e të abbet li Rabbi. Falna për Zotin tem. Që kjo e furra suportuse? Nëse aktivisti nuk e ka, nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi me vazhdu, ose nuk ka mundësi me vazhdu që shduhet. Dikun kam i fillu me rrjedha. Dhe për shembull, sa probleme kemi në fushat e punëve, në grupet aktive, ka probleme, kur si shikon një probleme për shembull të zilis, urrëties, dëshirës për garim, krejt smundjet zemrës. Krejt smundjet zemrës. Zatën të ndëllëzër, shumica dërmuese e problemeve janë nga zemra. Pastaj mund të justifikohen me mos pajtime, mund të justifikohen për shembull me mungesë e koordinimit e kujt çfarë, por esenca është te zemra. Zemra. Sigurisht është sharu shumë herë. Prandaj të ndërruazër çdo aktivist, sikur të thash, para se me qenë aktivist, para se me qenë thers, para se me qenë kumtues i fjalës së Allahut, ai është robi i Allahut. Ai është adhurues. Ti je mas pari robi i Allahut azza xal, pastaj je shërbyes i njerëzve. Nëse të dobësohet robnia e Allahut, nuk të vyn shtimi i shërbimit ndaj njerëzve. Merr rregull në jetë. Nëse dobësohet robnia ndaj Allahut, nuk të vyn shërbimi apo shtimi i shërbimit ndaj njerëzve. Por duhet robnia ndaj Allahut, kuptim të adhurimit, ta menaxhon dhe ta shton dhe motivon dhe arsyeton çdo aktivitet, edhe shërbimin ndaj njerëzve në aspektin e informimit dhe thirrjes në rrugën e Allahut te bareke ve taala. Tash, nëse do të kthy tek argumentet dhe rëndësia, çka i duhet thirrësit, adhurimit dhe shtimit të adhurimit, ka shumë aftë. Mas pari të ndërmëzër, Allahu Gjelle Gjelalu kër e ka përmend në Kur'an, pse e ka dërgu pejgamberin alayhi salatu wasalam? Çka ju vjen ju pejgamberi? Çka do të më morë pitin atë? Kjo është shumë e rëndësishme. Se këtu Allahu përmend qëllimet. Don në atë kuptim, nëse s'keni përfituar çtu nga pejgamberi, ja keni huq. Ju do të çto me përfitu pitina. Tani tjera ato. Për shembull, ti o Zoti ka thënë pejgamberit, na kena dasht, e kena rujt. Në rregull, ama s'e kam thënë për me rujt jo. Apo unë nuk e kam dërguar pejgamberin për me rujt jo. E kam dërguar për çka tjetër. Prandaj kjo është më rëndësishme shumë se kjo është ordinimi i jetës. Pse e ka dërguar Allah pejgamberin? Shumë ajë të surën Gjuma. Shikoni Allah çka thot. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula. Ajo që ka dërguar tek analfabetet ummin, që s'ka të lezuar rasula, të dërguar dhe tij. Yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum al-kitaba wal-hikma. Ajo që ka dërguar yatlu alayhim ayati, që tu lexon shpallin. Por ai ka kuptim me lezu shpallin. Normal gjithçka fillon nga fjala, gjithçka fillon nga informata. Po pastaj çka? Të ndërëzër, veç nëse që të nditja kuptojmë, shumë probleme këna mërë atë uapë. Unë e përbëj një pyjtë e ju uapë. Procesi i mësimit, për shambull, nësa faza kalan, ti me mësu diqka, nësa faza kalan. Jënë disa faza, mos të komplikojmë. Dy jënë kryesore, dy jënë faza kryesore. Me dëgju informatën dhe me e kuptu. Apo? Unë e të tëmë ty për shamë dhe pëtën. Që kjo mikrofon është me e zmadhu zonin. Lëshohë që të e për të mbyllet. Ti se ke ditë, e mësove, po, e kuptove, po. Ta shka bëm, vjen e lëshon edhe kaq procesi i mësimit për aktivizimin e mikrofonit të mori fund. A që kaq? Mes kësaj, për shumë me thonë qëre, ti këtë mikrofon për me përdojë, duhet me lëshu që tu,
Apo? Nuk duhesh me rrejt një tonë e kur, edhe tani duhesh me shkrim qëtu. E që kjo mes me rrejt që ka qëtu që është një qëto? Apo kupton? A ka lidhe që ka me mësimin? E mikrofonit, a ka lidhe? Jo, s'ka lidhe. Jo, anish, mire ki që zban me rrejt, ama mikrofoni u la dhezët edhe shkrimët, pa marrësisht arraja s'raj. Apo kupton? Në kjo funksionan që shtu procesin me mësu mikrofonin edhe me vazhdu me rrejt në regullimi. Apo kupton? Për shembull, dikush mëson për shkruan situata më të komplikume. Dikush mëson për shembull me programu një program kogja të vështirë. Mëson tash për shembull me e përdor në mënyrë të mrekullueshme inteligjencën artificiale. Mëson për shembull me operu. Nuk di. Çka i duhet? I duhet me dëgju fjalën, me dëgju informatën. E dëgjon, e kupton dhe e zbaton. Për shembull ti më thon diku që merr mirë me AI për shembull, ose programim, mos besoj shumica po me programim, çfarë do kurth apo? I thu çora, kjo është gjuha programuese, kështu bëhet, nga dhikën e sabat nuk vën me harru, tani vazhdo thotë, çka ka lidhje dhikë sabat me AI vëllai. Apo. A është për shembull ndërhyrje e logjikshme? S'ka lidhje ka me këtë punë apo? S'ka lidhje. A ka lidhje për shembull me mfut në kuadër të procesit për shembull kirurgjik me kallëzu që do të me kon njëri për shembull i kujdesur për namazin me xhamat, me lexu virdin e Kuranit, tani edhe pejtni më është mirë një ditë çfarë janë se më rëndësi tani them tim. Nuk po ti dole për temës. A këzët dole për temës anë tem jena? Dalje. Mirë, Allahu po thot, jetlu alim ajati, u alezër ajetet. Qka faza arshme? Ju alimum, tani ju mësën qka duhet, me kuptu ata. Apo, Allah ja, ka unë jetlu alim ajati, u alezër ajetet, ju zekihim i pasran, tani mësën. Do në kuptimi i fesë është ndryshe, është të proces, nuk është sukse tjera të. Nuk mund është ti për shembull me huazu përvoja të huja, qysh ata kanë dalë, jënë konë do grupe, dilshin, bëjshin, apo jënë konë s'ban, se na kena edhe një aneks shtesë, që se kanë tjera të dhëmë. A aneks shtesë është ju zekihim. Pastrimi i shpirtit, adhurimi dhe Allah të azugjera. E ti më marë për shembull grupe suksesshme që kanë arritë për shembull me i shpërnda ideologjitë e tyne, kanë qenë aktiv shumë, apo. Mirë pa ata, këtë ju zekim se kanë pas. A mundëm na mu shërbytat me ato shembuj konkret? Ja, nuk dhezë, nuk shka. Mund është si aneks shumë periferik, por jo si shembull. S'mundëm. Nuk mundëm atë. Na jena në dveçan në organizimin në aktivitetet. E shika Allah të bare këtale, mes fjales e dëgjuar, apo, dhe kuptimit të ndërtuar, e ka inkuadru adhurimin ato. Për të regu se është pjesë e domosdoshme e procesit. Nëse e len anash, ka me të kushtu ku? Në fazën vijuse të kuptimit ato. Ju allimu amësën. Do në ti nëse do me konë nëzëns i zedhë shumë, në dersën e pejgamberit, kur ai lexon fjalët e Allahut azza wa jall, nuk mundesh me e kuptu dersin, s'mundesh me e kuptu. Ç'është duhet, ç'është ka dashur Allahu përmes pejgamberit, nëse nuk je duke kaluar në procesin e pastrimit, që është adhurimi. Andaj të vëllezër, me ato që kjo ajet me kallëzu, se sa është më rëndësi që ne gjithmonë të jemi në proces të pastrimit e angazhimit vazhdueshëm të adhurimeve, për atë sa dojna me konë edhe pjesë mas pari kuptimit të dur e pastaj të shpëndores së kuptimeve. Ai që e ka keq kuptu fen, ai që se ka kuptu fen që është duhet, qysh kam ja bërë tjerë të vëznim? Qysh kam ja përcjell? Qysh kam e kone aktivit të tjerë? Qysh kam ja bërë? Pa mundë shumë është të. Dhe aspekti adhurimit është në palcën e ndërtimit dhe në palcën e çdo aktivitetit dhe organizimit. është përmend për dietarën e njohur të që ka pas hisë të madhe, madje mund të konsiderohet edhe nga kryesorët e lëvizjes algjeriane kundër pushtimit francez, djetari Abdulhamid ibn Ibadis,
rahimahullah, i cili është taku me mikun e tij, domthonë Beshir al-Ibrahimi, rahimahullah, janë taku në Medinë. Edhe kanë qajt dertet e tyne për Algjerin. Algjeria të vëzë e dini është misë 1 milion dëshmorin shehida për. Gjenocidi pa parë është batje fatkeqësisht apo. Një popull që realisht ka qenë me shpejtësi më rrëmendse ka shkojnë ka tetërsime. Në gjuhë arabe ka qenë ndaluar. S'ban arabisht me fol. E kur gjuhën e u kanal, tjerat pastaj let kanë qenë për të tetërsuar. Këta kanë bo dert, qysh me abo, qysh me këthy gjuhën arabe, qysh me organizu xhallarët atje, se ka fillu mu përhap bestutni të lëllëshme, lëvizjet saktuara që nuk i shërbejnë liris, nuk i shërbejnë daljes nga situata. Këta kanë bo dert. Dy, do xhallarë, djetarë kanë bo dert, qysh me pështu popullin. Që kjo është dert të xhallarëve, populli vetë. Ai hoq se ka dert popullin e vetë, se ka kuptu fejnë e vetëm. As misionin e vetë. E tani te ptutje, edhe ai pasuesi i hoqës, që se ka dert popullin e vetë, edhe ai që është ai që është më radhë. Derti i kryesor është populli dhe veni atë. Nëse çto Allah ka dërguar, çto Allah ka përzgjedhur. Lënia e problemeve popullit e marrë me tjerëve është huqje. Këta kanë biseduar çysh më apo. Mirë. Kanë biseduar në haram pejgamberit sa Medina. Kanajt masjacis kanë diskutuar derisa dohon vonë, po më lej. Çysh më apo. Për shkak me bu, a bëni një shoqat dietare të ulemave, mbledhëm spoku ti bashkullem as po xhallarët. Kam bo diskutima, kjo për është atash me rëndësishme dhe e madhe. Mirë, po, s'ka lejt dhe i zaba. Kanë nëzu pak, pas ta i sësli ka një qesha ka marë, ka vazhdu adhurimin e Kiamu Lelit dhe në sabat. E kam pak të zbat. Në flasën për një Allah sa dusha, ma pak këtë nuk banë. Ndaj të më vëzër, Allahu Azogjel, edhe një fillim, kër e ka ndërtu, pejgamberin e sëmë, pe asaj që ma kunte tedri mel kitabu wal iman. Ti as i den se ke pasas, ti çka ke diti, çka është libri, apo libri, as imani. Para mëna të fillazër, Muhamedi s.a.s. me pave çka është imani të zdimë. Ti me dhe çka është imani, edin. Ti edin? Ti edin çka është imani. Allahu pa të pejgamberit, me të pave çka është se kështë dit. Qëtu e konë të edin? Çka është imani? Mi përdojnë pejgamber sëmë besimin në kaderë, kur një temë s'kom një që a kaderi, Muhammedi Alehi s.a.s. Nga që kjo pozicion, ka fullë Allah me ndërtu, me ngrit, me bo mësus njërzimit. Për këtë qështet e besimit në Allah në të bare këtë haramë. Tash, kur ka fullu me ngrit, të ndërë vëzër, në cilën fazë e ka aktivizu temën tonë, nga nuk din çka është imani, deri në mësues të imanit, apo është proces. Çështën e adhurimit në cilën fazë ka inkuadru? Pasi që i ka marrë do informata, a pas që ka fillu me marrë informata? Pas që ka fillu, ikra atje, përgjigja nuk di që ka me lezu, apo, as nuk di me lezu edhe me dasht, që të edhe pas pak qasteve ja e juvel muzemmil kumi lejle illa kalila. O ti imbuluar që edhe falu natën. Nisfehu o inkus minhu kalila. Au zid alehi o rettilil Kur'ane tërtila. O ti imbuluar që falu sa më fal gjysmën e natës. Apo? Shta pak ose pak sa pak, që të është apë gjysmë e natës. Pse? Inna se nulke aleke kaulën thëkila. Nga se një fjallë tronë këna me hudhë me supët e tua, ki punti, ti ki aktivitet, ti ki me pas angazhim, apo nuk mundesh me e batë këtë fjallë, nuk mundesh me e batë këtë emanet, nëse natën nuk qosh më falë për Zotin. Nëse nuk ki raportet fuqishëm Allah të varë këtë atë. Andaj kjo është në mjaftueshëm tregues se sa është i rëndësishëm adhurimi i shtuar dhe kujdesi për adhurimin në raport me Allahun xhallahu ala në jetën e çdo aktivisti. Gjithashtu të në vëzër për asaj që kam të përmendë është Allahu te barek ve taala
e përmend se esenca e raportit me Allahun xhallahu është adhurimi. Apo esenca e funksionimit të adhurimit cila është? Esenca e raportit me Allahun çka ndërtohet? Në adhurim. Apo në adhurim. Mirë. Esenca e funksionimit të adhurimit me çka ndërtohet? Ha? Dija, sahih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, në qartë. Allah ka përë, kjo është ajeti palca e Koranit është. Iyyaka, krejt Kurani për çfarë ka dalë? Krejt Kurani është shpjegim i këtij ajeti. O që thotë, iyyaka na'budu, vetëm ty të adhurojmë. Pyetja është në qysh nga tash? Bekara, Nisa, Maide. Këtën përgjigje iyyaka na'budu. A në përgjigje? Për shta Fatiha është baza e Kuranit ata. Baza e Kuranit. Nga se elhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yawmiddin janë për Allahun. Që është Allahu? Apo. Sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, kjo është çish njerëzit dalloj. E kush janë njerëzit? Ka an'amta alayhim, ka maghdubi, ka dallin, këta njerëzit. Apo. E kumet unë Allahu ku jena na? Iyyaka na'budu. Çka është mesi? Iyyaka na'budu. Kjo është esenca, baza e jetës edhe e çdo raporti me Allahun te barekuta. E çish funksion iyyaka na'budu? Me iyyaka nasta'in. Tim në mua, tim në mua ja rabo. Mirë, Allahu tash po të kallzon, a din çish më jap? A ke përmendur? Ja ayyuhalladhina amanu ista'inu bi as-sabri was-salah. Ista'in njëta fjalë. O ju që keni besor, ndihmoni, a kuptu që ju duhet ndihma, unë ju ndihmoj, po meritane ndihmën time, dhe ndihmoni me çka? Tu nejtë bashk, tu shpërdon fel, tu për sabër, me sabër edhe, me sala, me namazah. Adhurime, i zemrës edhe jashtë më. Sabër është adhurime i zemrës, zemrët me konë, sabërli. Tani gjuha tjetër, pa konë zemrë për dihavat. A shikoni Allahu dëmon elementin kryesor i cili e mundson funksionimin e mirëfillt të adhurimit me këtë kuptimet e tij dhe me këtë njësit e tij e këthën të isti'ana. Me kërku ndihmën e Allahut. E nëse më kush dhikë kërkim ndihme, namazi natës, e Kurani ku është kërkimi i ndihmës. Kjo është argument i qartë se çdo përkrahje në gjitha fushën e adhurimit e që ndërto është edhe shpëndarja dhe aktiviteti në rrugën e Allahut azza xal, gjitha këto janë realisht të ndërlidhur me kërkimin e ndihmës. E ndihma nën kupton adhurimin. Do ti kërkon ndihmë pi Allahut duke adhuruar. Do kur ti falesh natën, s'kemi ka zollat në imam. Vetë është vetë ti adhurimi është kërkim ndihme. Dhikr është kërkim ndihme. Kurani është leximi e kështu është kërkim ndihme e tjera ata. Pastaj ndonëse edhe vetë jeta praktike e pejgamberit alayhis salam është dëshmi për këtë që po flasim. Është dëshmi për këtë që po flasim. Pejgamberi mëson më shumë ka shtuar aktivitetin në kuptimin e përhapjes fesë dhe kontaktet me njerëz dhe ndihmës që i ka pu njerëzve, e shtu dhe më tepër adhurimi dhe Allahut te barekuta. Jo shtu adhurimi. Për kushtimin e Allahut te barekuta e kështu me radhë. Kur është nga lodhja ditore, aktiviteti me njerëz, çfarë ka bëu pejgamberi sa? Dieta apo? Ka falë namazat. Ka falë namazat. Pastaj ndonëse edhe Aisha radhiyallahu anha ka thonë se pejgamberi alayhi salatu wasallam falej e dini deri sa i fryeshin këmbët e pastaj thonë e fala yakunu abdan shakura. Që tim dhe Allah falëruesa. E ka përmendur ashtu në hadithin e pejgamberit sallallahu se kur pejgamberi ngarkohej apo shqetësohej në diçka, nxitonte në namaz. Që atje e ka gjetë rrugdolën atë. Prandaj ndërmjetëson adhurimi në
kuptimin e ngushtë, jo në ato të përgjithshëm siç në mes, kuptimin e ngushtë, shtimi i intensitetit të adhurimit, veçanërisht në namaz natë, në mas farzave, po flas, farzën të padiskutueshme, mas farzave. Dhikri, një aktivist të vëzër nuk mundet u paramendu, domthon e ka problem me dhikrin e sabahit të akşamit. Nuk paramendohet një aktivist i cili domthon ka problem me dhikrin pas namazit. Fal farzën e det tu bollaf muhabet, rrjedhë që përmend Allahun azh. Përmend Allahun te bartalla ato. Nëse që kjo është forca jote, çka është forca jote? Kur dilni për shembull tash në Ramazan, kemi pas aktivitete më të shtuara ato, apo kur do të dol ditën, çfarë bëni natën? Për me konë ditën. Plana se kena vëdali sabaha. Jo, vëllavë. Aktiviteti kërkën atëm të shtuar. Lutje. Për shembull, kime dal edhe kushtimet pëm kime shpërnda në kuptim këtë për tas brada sa që është e pranuar, e lejuar, e kështë më radhë. Kime me pas një kontakt me tri caktuar, për shembull. Pregaditja. Nuk du të me qendesh në fletushe dhe njëve ato. Po para kësaj, pregaditja zemrës. Dhe lutja Allah fuqishëm, o Allah, në japë suksese, për e qëtë, o Allah, pranoje, edhe asë sinceritet. Që lutje, a i paraprin aktiviteteve, që përkërstime a i paraprin aktiviteteve. Që është më nësi shumë. Qëto e bereqeti. Qëto Allahu e bereqet. Të në rëzën, na i në vesh një mjeti thjesht. Wallahi ata. Ne jemi një mjet i thjesht, vallahi, kur gjë më shumë. Dhe këtë çka bujnë, ne bëjmë për veten tonë. Se zemrat e Rabbi janë dorë të Allahut. Me dash i udhëzon pa dalë ti unë hiç ato. Sa njëri udhëzu, pesh as për mua as për ty ato. Udhëzu, kush e ka udhëzu? Allahu xhalla xhelaluhu. Mëse merrni shumë që nëse s'dalim në azmona. Mos duhet në larg asaj, duhet më kon shumë aktiv. Po merr e burr lidhen me Allahun xhalla wala. Thuaj Allahut, ai më uzu. Jo ti më thë Allahut, unë jam të punu për më uzu. A kuptu dallimin apo? Ja Rabb ne po dal më uzu këta. Tash ja Rabb, udhëzoj ti. A ti e thuj, me adhurimin të përkushimin të. E tani dirë dhe bën argatën që kërkohet prej ti jam. Mandaj pejgamberi alayhi salatu sikur se përmana, më thonë, ka qenë i përkushtuar në vazhdimsi dhe këtë shamë për këtë jenë të shumë të. Mirë, e kuptum dëmon pak rëndësin, kuptum dëmëthën e këti adhurimi e kështë më radhë, dhe brani vim do në të nëvëzër pak edhe kalin për kartë kohë, se kemi se gjitha piki ka spektimet e veta, mirë po, nëse një aktivist në kupton që e cika që këtë e ka kuptu mirë ato, apo, qysh manifestohet shkënjët e përdeshme praktikisht? E kena përmend gjithmonë, a i kuptohet për matë jenë të folë, për funksionimin praktik, qysh do për që Allahut. Jo me qenë kjo diçka abstrakte, o gjitha për adhurimet, jo, kjo ka manifestim, kjo ka, domthon, funksionim praktik në jetën e përditshme. Ç'është manifestohet? E para manifestohet, domthon, kujdesi për adhurimet, manifestohet me kujdesin për prioritetin e adhurimeve. Zemra duke u interesuar për sinqeritete. Çka duhet për shembull të ndrozër në nëse për shembull të ka vdek baba, nona, vdekja. Cili adhurim i zemrës duhet më shumë të çfarë? Ha? Sinqeriteti për shembull, s'duhet se të s'ka ja. Ha? Duhet të vëkulli. Knasia me caktimin në natë të zgjerë, se në dhujnë knasia. Në për të aktivitet, ka adhurim. Kime da në publik para njerëzve, ka me ngu njerëzit, kime da me shpërnda, ka me të livdu. Cine adhurim e zemrës duhet? I flase. Sinceriteti, vërtësia, si të ku, shumë duhet, avë. E ty duhet që ka ma shumë sens? Me ato që ka ki marë që ka komoditasht, avë. Andaj, merrem me adhurimet e zemrës që i përshtaten natyrës së aktivitetit tua. Merrem me to. Ty ta kon ke më shumë. E pastaj edhe me pjesë tjera. Nga problemet për shembull
që kanë më shfaqet aktiviteteve ka me qenë kush? Hasedi, zilije. Merru me qëtash, në shëvetër. Nësë diri smut në rrugë. Se, kom e go për lejo ato. Merru me hasedi. Merru sincerit me hasedi. Qëna, ledza, dëgja, merru. Kjo pjesë adhurimit, të vazhjera. Para për shembull, na jena në mejdanet ku lullzën hasedi, edhe kur për hasedi nuk dëgjojmë ato. Asë rikujtojmë vetë as kushë. Atë që ka i bjenë këto dhe? E që ka i bjenë kja? E kujtojtë kërë e kana komendu surën hased, surën Falak, apo? O min sharri hasedin idha hased, apo? Nga shirë ati që me hased dhe pranë. Qa kemi thonë? Mas pori ti, vetës të tuj, me shirë në hased, o mos dhe pranë me hased e dikujt. Ta një rujmë për ati tjetër që, apo? Se kërë e kënën surën Falak në kuadrët e dhikrit e sabat, apo? Të zakonisht shirët në Falak dhe nas, ku i parëmërën? Kul a'udhu bi rabbil falak, min sharri ma khalaq. Nga shiri që ka kujtohet shejtani, filoni, kojshia. Jo vëlla, min sharri ma khalaq. Shiri më i madh që është kriju në raport me ty është nefsit ato. Tani në tjetë ato. Tani fulim me tjerë. Kujt i shkon menja, min sharri ma khalaq une. Thëndën, njoni, ja. Problem është ato. E të më donë mejdane i paqë. Me ndin mirë, unë s'kam hasad. Problem është ato. Dhe prioriteti, meru me ato që ka i vinë mejdanit. Në qatë me që më qatoj, me qatoj me rogë. Prioritetet. Pastaj të ndërëvëzër, adhurimi është mjetë. E ka manifestimin e ti në forma ndryshme. Thash, në kuptim e aktiviteteve, po në veçanti në kuptimin e sjelljes dhe edukatës. Sa më tepër shtohet adhurimi, do të më shumë të shtokosh modestia, apo me njerëz. Sa më tepër shtohet adhurimi, shtohet sabri kur ata flasin keq për ty edhe nuk pranoj. Sa më tepër shtohet adhurimi, apo shtohet forca e guximit me kërku falje. Më falë, se nuk këmë si që shduhet, më falë. Forca e faljes, nëse dikush të bën keq, e kështu me radhën. Prandaj, adhurimi e suporton dhe e formon sjelljen dhe edukatën e besimtarëve. Adhurimi të ndërrozur realisht kërkohet për keq që i përmena, edhe më herët, pa i çrregullu ato të parat, tash se suni përsëm gjitha, por e rrodhës është adhurimi e shton aktivitetin ato. E shton aktivitetin. E shton zëllshmërinë ato. Shikoj pejgamberi e ka shtu adhurimin ato. Po i shtu aktivitetin. Prandaj të ndërrozur, na nuk po doja tash me i fut në konflikt temat, se tash është bojnë farënditje, është e qartë, me kuptimin e fillimit të hyrjes së rrjedhës deri më tani, besoj që tash i kuptojmë gjëra tash më qartë, po atë nuk bën tash me i harru të parat e për me u fokusu të fundit, nga se e të është tërsi e përbashkët apë. Baje, unë tash adhurimi, po vete jote në rregull e krytëm, i po nuk mbetesh aty, deviz aty. Ibn Qayyim rahimullah ka përmendur një rregull interesant. Të ndërrohet vëllezër në gjuhën arabe një shprehje që mundut me përkthyer me 2-3 fjalë ato, një. Muasat. Muasat çka është? Është një lloj dhëmshërie, thënë empatia, apo për shembull dikush është kaq dhimbë çysh minimum, çysh më apo ti njëri apo që kjo është muasat. Lloj përpjekje për ngushëllim praktik, aktiv ndaj dikujt. Apo që kjo është muasat, apo kuptoni? Domthon nuk je indiferent në raport me dhimbjen e dikujt. Si je indiferent? Nuk je indiferent në raport me, nuk je inferior në raport me, për shembull, problemin që ka dikush. S'mund me ku inferior. S'mund me ku. Na dim që kjo punë mirë është apo. Ku e ka lidhur Ibn Qayyim këtë fjalë? Që sosëriz e ka lidhur. Ka holi Ibn Qayyim rahimahullah. El-muasat, është e lidhur për imanin. Sa të shtohet muasatje, shtohet imani. Edhe sa më tepër ka iman, ka dhëmshëria. Do më thonë, me bajt galen e problemeve të njerëzve, çysh më u bë, është tregues i imanit tënd, jo veç xhamati edhe namazin natës. Ato janë forca suportuese, ato përmendemi këtu. Mi po tash në kuptimin e aktiviteteve kërkohet që ky adhurim që ti po e kryen, po e bën
me shtu ma tepër të dëmshërim, me shtu ma tepër për kushtimin. Atë njëri i cili të ndërrodhë aktiviteti i tij është gjykimi i njerëzve, apo atëre realisht nuk ka të bëjë kjo me ndikim të adhurimit e as me funksion të imanit. Nga se imani funksionon në shërbim të dëmshërisë për mi bo zgjidhje. Jo për mi a kompliku situatën, apo për mi a dhëmë verdiktin përfundimtar tje që kjo dhe tja tje radhës kush është. Gabim. Kështu që këtë mungesë të funksionimit të kuptonit këtë drejt, mungesa e funksionimit të adhurimit në shërbim të dëmshërisë, ku e gjejmë kështu bashkë kështu direkt qa, ku e gjejmë? A mundi me ditë? Të cila kategori, grup e kështu më radhë? Khawaris? Khawaris? Pejgamberi kur ka folur për adhurimin, ka thonë yahqiru ahadukum. Jo, e shihni vetë në ju, larg sahabët, kur ishin ata që lexojnë Kur'an, që folin natën, thonë, nëse janë të bukurgjë. Mirë, ç'ky adhurim? A është manifestuar në dëmshëri, a në arrogancë? Arrogancë ka vrarë sahabe. Për një gamë, apo kuptoni? Andaj na kërkojmë adhurim i cili e suporton dëmshërinë dhe shton guximin dhe motivin për punë. Jo adhurimi i cili sa më shumë adhuron shkëndu të rjek. Ajo tu të rjek. Jo, na bëjmë adhurim që adhuron natën, përbën dhikr, merr pjesë dëgjata e kështu aktiviteti. Që kjo është funksionimi i dur. Çka është ky dur? Çdo tërheqje ka defekt. Ka defekt. Unë e përmenda maksimumin e defektit të Khawarijit. Po e shkon të e du, shtuot ose pakot. Përse nuk e dhja mund të shtuot mi halëjst mo. Po është kushtimish për thamë avda. Dhe ata ju në falë gjithë natën. Ka më dhikër, sa bojnë. A dhe që për shamu të në lëgëzër, një për regullë në hadith, e kam përmenë djetarë se nëse dikush është për Khawarijë i cilësum në të kopën, edhe transmeton për shamu një hadith. Zakonisht, nëse s'ka përrime të ansore, i mirët, a dini pse? Se kjo ko kufër me rajt, alë. Ta kjo, është i sigurt, a kuptan, kjo së rranë, Allah, se kjo di me rajt, qa që kam pas për kushtimin, të konë sinqert, po nuk është për kryin dëmshëri, nuk është për kryin aktivitet, është për kryin në qka, në këputit aktiviteteve, në ndërprejët të komunikim me njerëzit. Pa ne dojmë adhurimi cili e shtën komunikimin, e jo që e atësërën komunikimin. E shtën dëmshërin, e jo inferioritetin. Adhuru si Allah Gjellera i thush, janë dhe jem, Allah i dhe Zoti, una kem, Allah. A dhe që ka du më thonë, të ndodhë me pas në fëqinësi njerëz që zbesojnë Allah në Gjellera. A dhe që ka du më thonë me pas në fëqinësi njerëz që për shambun thojnë Zoti ka djallë. Qysh me Allah, qysh me aboma. Normal, den, për shleti këj, dhëtë mja boti që se kuna, ba. Okej, s'përlena i nathën, o Allah o zaja, që ato adhurimet bëne për ta. E lujt për ta. Qysh lutni për rinin e qëti veni ata? Qysh lutni? Bëne që në qërë të kallahu, këni me pa ko është tema jonë. Natën mu që, për shambu. Që unë për bëni pytja. Sa minuta, maksimumi, një toni e lutë për familjen tonë. Për babën, nonën, lanë, agjen, lajë. Sa minuta. Që ka për minuta për të kasë, për qështjen më madhore të shpëtimit të njerëzën më të dashën të ofër. Apo, se zgudzej me vetë, sa orë. Apo. Për shemun, a bova kia gjys ore. Natën, veç për popët të minutë, o Allah vëzaj, o Allah rinin, o Allah rinin, o Allah rinin, o... E gjonë dikon të shkoj. E që kjo dëmshëria, që kjo është i badete që bënë me kom në dëmshëria. Sa është të pejgamber sa, që ka më di, ka dalim bedër me njerëz më të mirë, mu bazhaqu me njerëz më të këqi. Apo, bedër me njerëz më të mirë ka dal, me u bazhaqu me njerëz më të këqi. Qysh ka po doa?
i ka që durt e beri gjybja e qitja gjybë për mjebe. O, Zot, nëse që ta i s'ka adhurim, qëfar dëmshërije për qëta besimtare që disë mësh. Dersa Ebu Bekri i ka thonë, kefake munashadat ka rabbek, mjafte nu të Zotin se Zoti ka me ta zbatu premtimeve. Ebu Bekri për dhe pejgamberit e sa, shumë lutë mo! Për çka? Për 315 vetë në Bedrat. A ne më dhërë, që këna është adhërimi që në adhërë? Adhërim ma këte funksional, dhe mshëri, përpjekje vazhdueshme. Po jo adhërim që prodhon arrogancë, inferioritet, ftofsi, izolim, ja. Adhërimi si të bëna këte, gjithashtu të në vëzër, aja që kërkohet është adhërimi realisht manifestohet një të përreshme me qasë një dur kërshim më spajtime. Ka më spajtime. Mund të ketam. Wallahi, sa më tepër ka adhërim, më let i kuptini më spajtimet. Realisht, më spajtimet pikujt në kanal. Për djetarë, nëse këna prodhë, shumë prodhë më spajtim, në më dhe mendim tempo, smirë, pësa shku në fik mendim jena? Shkuat mendim të në fik, i ka shkuat atjet, ata e kanë prodhu më spajtimin, Mirë, nëse ata kanë prodhu më spajtimin, qysh është dash në kompun aty në mezveti? Nëse na trashëgimtarët e mos pajtimit, mas shekujve, qysh e kena punë sa do? Apo? Na s'kena lidhje me këta. Ne jena veç konsumues të mendimeve. Apo? Që janë të llojshme. Gjatë konsumimit kena shkaktu shumë probleme dhe shumë qarje. E se këshme qenë mendimet vetë ju prodhues të konfliktit, dhe ne si trashëgimtar shekullor të mendimeve, vetë si konsumim çka ka ndodhur, si kështime që situata në bazën e prodhimit, kësheni që Shafiju me shpat, i ka dalë edhe veç e ka prit ku është Imam Mahmedi me tja, qështu unë i kësha përmenu situatë, jo së konë qështu dhe, e ta kanë Imam Mahmedi djali Imam Shafijut, thëtë babajt është një për të që gjithë natën, gjithë natë luta për ta. Shpalla. Këtu është kada kjo së dy mendime, këtu e në dy me dheve, kjo një drejtim krejt, kjo një drejtim krejt, kuptan? Sot me konda që i mund kishë mos pajtim, në këtë di nivel këni me dhebe, 5 me seli 10-25 samo, qaq? Kjo krejt një me dhebe ka të vetin, nuk ka veç mendime, se mendimet që në përdhun bëj bazë dhe vësurit, a ne ka mos pajtim në usuri fike, në hadithe, këtë daif, kësaj, nuk ka situatë tjeshtë, në fund të une gjithë natë lutë në për ta. Ta shtje e këthene të kujton një që ki mos pajtim me ta për 2-3 mesire. Për së pa, nuk kërë që më lutë për ta. Që kjo është adhërimi ti në adhërimi jurava. Se Imam Shafii ka bojë 60 hatë në Ramazan, apo e që ato hatë me kër i ka bo, e ka mu me dashtë Imam Mahmedin, rahimullah. Në këkën adhërim që në afron me Allah në gjellëvara, po pastaj në afron me zveti, dhe në aftësën e në berdisën për menaxhim të durët mos pajtimeve. Jo mos pajtime që konfliktoj, por mos pajtime që realisht dina me i menaxhu, dhe dina me i rregullu që shduhet. Andë ne kërkom një adhërim të kësaj natyre. Gjashtu të ndërvëzër edhe tema e ardhshme që është bashkëpunimi, realisht është pjesë këtij adhurimeve. Dhe në përmbyllje, pak minuta, në përmbyll, nëse tema ishte kuptimi, rëndësia, manifestimi, edhe përmbyllja është mund të jetë kjo pika e fundit të ndërvëzër pak nështë e ngjashme të para, po ka dallim. Këto e kom qujtë pritshmëritë. Në kuptimin e funksionimit, i përmëna pika ato. Në kuptimin e formimit, inkuadrimin e adhurimit, në jetën e aktivistit, çfarë pritshmëri ka? E para, në kjo shumë, tre për i përmëna në shpejt, po shumë. E para është se sa ma tepër fuqizohet adhurimi, fuqizohet aftësia e frenimit të epshit.
Edhe problemet më të mëdha në aspekt në aktivitet është epshi. Epshi i dominimit, autoritetit, e kështu me radhë. E përshmëria është se sa më tepër adhurim, ka më tepër pranim. E dyta, sa më tepër adhurim, ka më tepër fortifikim nga dilemat ato. Nga se adhurimi realisht e bën që me pas mbrojtje. Andaj aktivisti ngacmohen nga vezveset, ngacmohen nga paragjykimet. Mirë po muri i trash i adhurimit pa mundëson depërtimin të këta mrapa. Andaj aktivisti duke qenë gjithmonë ai që bindja e është për shumë gjëra pa kontestueshme, e cila realisht suportohet nga adhurimi i vazhdueshëm ndaj Allahut te bareke ve teala. Dhe smundjet e tjera të zemrës e pritshme është që me ra dal nga dal intensiteti i ndikimit tyre si pasojë adhurimit. Dhe këto një përmbledhje përgjithshme të rrugës me çdo shembull, se ka këtë temë shumë shembuj të vet, ka shumë gjëra që meritojnë më të duhet, ndoshta shumë më ndryshe, besoj që edhe më mirë, po kjo është ajo që pata mundësi me thonë para juve, në kuptim të vëdësimit kolektiv të gjithë neve, që çdo kush do me qenë pjesëmarrës pak më aktiv dhe i nderuar, se kjo është nder me qenë pjesë e punëve të hajrit, duhet që të kujdeset në mënyrë maksimale dhe serioze për adhurimin e tij dhe lidhjen e raportit me Allahun te bareke ve teala, duke qenë në shtim në sipër e jo në dobësim, nga se kjo pastaj ka mu përthy edhe në dobësim të aktiviteteve, qoftë në kuptim të intensitetit, apo qoftë në kuptim të parimitetit, apo ose komilsu parimet, ose komilsu aktivitetet. Ama mi maj dyjat e dobësia e adhurimit është e qartë, kjo është e pamundshme. Kjo është e pamundshme, kjo është mesazhi kryesor i kësaj ligjërate, e tim edhe një masaj, e Zoti ju shpërblyj për mendjen e kaq më tek pjesa. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam.